Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka lënë 3 rregulla të rëndësishme mbi të cilën duhet ta ndërtojmë, si më thënë, ftesën tonë në Islam. Si mund të jemi unë zëvendës si pejgamberit alayhis salam për të ftuar njerëzit me tre pika. Pika e parë, me dituri. Të dish atë që për atë për cilën ti po flet, 1, të dish me kë ke të bësh, 2, të dish se si t'ja transmetosh, 3. Kjo është e para, e përmendur në ajetin kuranor, kul hadhihi sabili, adu ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, subhanallahi wa ma ana mushrik. Rregulla e dytë është fjala e Zotit, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Fto në rrugën e Zotit tënd me urtësi, 1, me debat konstruktiv të dobishëm, të mirë, jo debatin e mundjes kush e mundi dhe kush doli më i forti, jo, me debatin e dëshirës të mirë për ta udhëzuar tjetrin. Dhe bil hikme dhe me këshillën e mirë, pra me urtësi, me këshill dhe me debat konstruktiv. Rregulla e tretë që ka përmend Kurani është wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan. Kur të bëni debat me hiptarët e librit, debatoni në formën më të ëmbël, më të mirë. Sepse hiptarët e librit janë shumë më afër nesh krahasim me të tjerët cilët nuk besojnë apo mohojnë apo janë në paganizëm pastër apo në idhujtari të pastër.